Festa e 8 marsit është festuar në vendet, do të thoja, të kompit socialist. Krejt kohën, si ditë e veçantë e grave, dhe tani po mendoj që dita e grave është për çdo ditë, sepse fuqia gruas në çdo aspekt është rrit edhe në Kosovë, po edhe në krejt botën. Dhe trendet janë që me u barazu edhe në gjitha detyrat që gratë i kanë dhe duhet t'i mbajnë, duke përfshi këtu edhe politikën, edhe zhvillimin, edhe ekonominë, edhe biznesin. Prandaj është kënaqësi që 8 marsin më uru gjitha grave, po them tash shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe kudo që janë. A keni vendosur çfarë keni me i bler gruas tuaj për 8 mars? Fatkeqësisht nuk e kam këtu. Edhe kom me të pa ble kur gjë. Nashta kur të kthehet, besoj që një dhuratë. Nashta gjon na dhuratë në shtëpi. Faleminderit. Mirupafshim. Festa 8 marsit njihet që sa kohë vazhdimisht gratë kanë bërë luftë që të arrijnë, edhe fatmirësisht me pak pengesa, pse po i shohim sot, prapse po arrijnë. Unë uroj të gjitha gratë, nënat, vajzat e reja për këtë festë, edhe uroj të gjitha që të marrin shembull gratë e forta, gratë që janë në vendimarrje, si për shembull që kemi tani edhe presidentën femër, edhe të shkojmë gjithmonë hapave të tyre, asnjëherë mos të dorëzohemi, sepse dorëzimi është i trishtueshëm. Kështu që urime të gjithave, edhe uroj, shpresoj që festën e ardhshme të 8 marsit ta festojmë edhe me më shumë suksese edhe me më pak ankesa. Të gjitha grave, nënave, vajzave të reja në Kosovë, ja uroj ditën e 8 marsit, uroj t'jenë të plot fuqishme në vendimarrjen, jetën politike, jetën arsimore, edhe uroj t'jenë gjatë, sepse pa gjinin e bukur, as bota nuk do të eksistonte. Ju uroj çdo të mirë çdo nonës. 8 marsi është një ditë shumë e madhe për nonat tona. 8 marsi nuk është veç një ditë, po 365 ditë do të më konë festë për nonat tona, për motat tona, për gratë tona, për familjen tonë.